Stimet kryesore të personave me nevoja të veçanta është shkalla e lartë e papunësisë, thonë përfaqësues e organizatave që merren me mbrojtjen dhe integrimin e kësaj kategorie të shoqërisë. Zyrtarët e qeverisë thonë se artimi politikave është kompetencë e tyre, derisa punësimi personave me nevoja të veçanta është përgjegjësi e nivelit komunal. Me shëndet të dobët, por me përkushtim për të siguruar ekzistencën, Enver Makolli nga Prishtina thot se ka 3 dekada që punon në këtë tezgë në sheshin Nën Tereza. Tardi ma kom qenë një dinar me njerës teme, me mundin teme se me javë mu bo bora sheshnis për me një mu se ka shumë gjemë që kërkojnë në sene e ju pregatit veç shtu me punu. Dhe po ja del? Pësa po mujna, po bon. Shëndeti? Shëndeti për shenë edhe vetë. Ma shumë në për mjekë se në punë. Zyrtarë të hendikosit pareshtur avokojnë për krimin e mundësisë së punësimit të persona me aftësi të kufizuar. Ligji si i tillë edhe pse ka shumë zgjidhje të mira, ai në praktikë ka hasur në vështirësi të shumta, sidomos nuk po zbatohet neni 12 ku ka parapare çdo 50 persona më punësu një person me aftësi të kufizuar. Sektori publik, sidomos institucionet e administratës publike e kanë shumë atletë, e kanë ligjin bazë për shërbimin civil, po ashtu edhe ligji i veçantë për punësimin e persona me aftësi të kufizuar, dhe ata kanë shumë lehtë bëjnë punësimin se i respektojnë më me përpikëri procedurat e konkursit dhe të përgjigjes kandidatëve. Ndërsa Behgjet Gaxhiqi, këshilltari i ministrit për punë e mirëqenie sociale, thotë se institucioni që ai përfaqëson merret me hartimin e politikave për punësimin edhe të persona me nevoje të veçanta, derisa sipas tij inkuadrimi i tyre në tregun e punës është kompetencë komunave. Në kuadër komunave ne kemi edhe qendrat e zyrat e punësimit, në nivele regionale qendrat e aftësimit profesional, në mënyrë që ti alokohen, ti dërgojnë qytetarët pikërisht të kësaj kategorie të ndjekin trajnimit dhe në konsultim me këshilltarët e punësimit t'i ofrohet edhe mundësia adekuate për punësim tyre, në mënyrë që të kenë një qasje më të lehtë këtë aspekt. Dhe fokusi kryesor është që ne pikërisht t'i ofrojmë një qasje më të lehtë ndaj kësaj kategorie në mënyrë që ta të jenë të barabartë, të mos jenë të diskriminuar në asnjë kënd. Sipas statistikave, rreth 4.6% apo 79.000 persona në vendin tonë janë persona me nevoja të veçanta, ndërsa punësimi i tyre do të ishte inkurajus që këta persona mos të mbeten barra institucioneve.